Adhurues të basketbollit, vetëm 14 ditë pasi u ndeshën në finalen super dramatike të Ligës Unike, që shkojnë vazhdime ku vllaznimin poshti Sigal Prishtinën në Pok të Palestër për të fituar trofeun e parë pas plot 29 viteve. Këto dy skuadra po ndeshën përsëri këtu sonte, duke filluar serin qerek finale të play-offit për të kërkuar vizën gjysmë finale. Pra pjesa e parë e ndeshjes së parë qerek finale mes të Sigal Prishtinës dhe vllaznimit e barabart 36-36, e patëm një pjesë të parë shumë interesante ku qereku i parë i takoi skuadrës Mysafire me rezultat 28-17, edhe pse e pati e përsin më të lartë prej 14 pikëve, një minutë para se të kryhej qereku i parë vllaznimi prej plus 14, 28-14, e më pas e patëm një seri fenomenale prej 22. Do të thotë për 8 minuta e gjysmë, vllaznimi i realizoi vetëm 2 pikë në përgjithësi në qerekun e dytë 19-8 dhe çdo gjë u barazu. Pjesa e parë, vllaznimi ishte shumë më i mirë në mbrojtje dhe dominoi me treshe. Në pjesën e dytë, mbrojtje shumë agresive, sidomos dy fishimi i Don Polloshkës nga ana e Carterit dhe Davisit, mungesa Ariana Zemit dhe rotacioni i vllaznimit në anën tjetër kundër sulmet e shpejta dhe depërtimin në brendi ishin ato të cilat e niveluan lojën. Po e shohim dy lojtarët kryesor, Helms me 12 pikë, 3 kërcime, është më i miri te vllaznimi, në anën tjetër me 12 pikë dhe 3 kërcime, po ashtu edhe Jordan Davis, dy armët kryesore, lojtari i treti cili ka realizuar pikë dyshifrore në përgjithësi tek të dyja skuadrat sonte është Don Polloshka, me 10 pikë dhe 2 treshe, 3 asistime dhe 3 topa të vjedhur. Ja po shohim atje dy ish bashkëlojtar, në fakt 3, edhe Artan Qerkini te Sigal Prishtina. Ulpion, çka po ta merr mendja për pjesën e dytë? Realisht takon e përmendëm që gjithçka është 0-0, gjithçka ishte e barabartë, mund të themi, në pjesën e parë. Një qerek i parë plotësisht që i takoi vllaznimit, një përgjigje plotësisht fantastike, mund të themi, skuadrës së Sigal Prishtinës, ndërsa po besoj që tani të dy trajnerët kanë diçka më tepër për të dhënë edhe në pjesën e dytë. Nuk e besoj që Jeroni Mosharin do ta lejon mënyrën e njëjtë që Prishtina të vazhdon në qerekun e tretë. Ti po thu kanë diçka më tepër për të dhënë, apo e dim që kanë më tepër me dhënë pjesën e dytë, po çka konkretisht, ty çka po ta merr mendja? Po më merr mendja që nuk ju ka këshillat e trajnerit Jeroni Mosharin fillimisht do të jenë për ekipin e tij që sidomos në sulm të mos ngutën me ato kundërsulmet e tyre, edhe Helms, edhe Anderson, të gjithë ju ndodhi që të paktën nëse nuk ecën sulmi i gjatë, po të paktën në kundërsulme në mos i mojnë ato gabime. Çka po ta merr mendja, çka ishte pika neuralgjike, pika e dobët e vllaznimit në qerekun e dytë? Mund të themi që Prishtina e detyroi vllaznimin me atë mbrojtje më agresive, me energjinë që e dha në fushë në qerekun e dytë. Ishte Prishtina ajo që e udhëhoqi dhe e mori kontrollin e ndeshjes. Edhe në sulm edhe mbrojtje, realisht e pam vetëm një Prishtinë të luante. Nuk e lejoi më vllaznimin të vazhdon me atë paraqitje që e pati në qerekun e parë dhe e mori totalisht kontrollin. Dhe pikërisht për këtë e thash që kanë diçka më tepër për dhënë dhe po besoj që do ta gjejnë një mënyrë trajneri Jeroni Mosharin, pavarësisht faktit që e përmendë edhe ti, mund të themi që është një pikë shumë e rëndësishme mungesa e Ariana Zemit. Pasi gjithçka po vjen. Ata shkurtojnë muhabetin. Lojtarët e vllaznimit përveç Don Polloshkës kanë qenë shumë statik edhe nuk kanë lëviz në qerekun e dytë. Don Polloshka i ka humbur 2 topa si pasojë e mungesës së lëvizjes edhe faktit që kanë qenë shumë statik lojtarët e vllaznimit, sidomos Helms dhe Andersoni. Po shohim pesha startuese: Polloshka, Koshi, Anderson, Helms, Gjitobo, Malbashi, Janjeva, Lekëndrej, Tarant dhe Davis. Starto sa bukur atje Janjeva për mrekulli, përbirohet dhe realizon pranë Gjitobos për e përsin për 38-36 në start të qerekut tretë.
të t'ju rikujtojmë adhurues të basketbollit, çiftet çerek finalit të cilat luajnë të mërkurën do të ndeshën përsëri të shtunën, ndërsa Ylli dhe Peja që luajnë të entën, ndeshjen e kthimit do ta luajnë të dielën. Pra shkojmë me sistemin mërkure shtune, në anën tjetër pra do të jetë ejte e diele çiftet të cilat ndeshën. Sa për informatën tuaj, gabim i parë në gjuajtja atje e vllazimit, Gjitobo dhe Mall Bashiqi, edhe në start të ndeshjes e pam duelin mes tyre dyve, tentim për 3 pikë, atje drejt dhe në duar të Gjitobos Poloshka. Bukur atje me njëherë shmangët nga presioni dhe kjo është ajo loja. Në momentin që lëviz topi shpejt, atëherë ja edhe 38-39 treshe e Hellemsit në asistimin e 4 të Poloshkës. Lekëndreja në anën tjetër, përgjigjet në treshe me treshe. Nuk po bjen shi, po bin treshet në paljestrën e sporteve në Prishtinë. Janë nisën në mënyrë identike sikurse në çerekun e parë në fillim të ndeshjes, të dyja skuadrat me 3 piksha, me këmbë atje nga prapa, po faktikisht faul i Don Poloshkës. Ja tregon atje Don Poloshka se ishte loj me këmbë nga ana e Mahal Bashiqit, ishte nga prapa. Referët nuk e pa, si do qoftë një treshe Hellemsit dhe në anën tjetër kundër përgjigje Lekëndrejait, i cili tani ka 8 pikë dhe 5 kërcime. Shpejt lëviz topi atje mbrojtje zonale e përsëri sikur çerekun e parë. Treshe dhe blokada. Do shohim sa do të vazhdon kjo lojë. Hellems, doj 1-1 e Hellemsit. Bukur atje, asiston Hellems për parazim I të harruar, Koshit. aty Koshe mbrapa Davisit kaloi. Edhe pasimi asistimi i Hellemsit ishte fenomenal. Ja dhe Mahal Bashiqi atje elshon topin poshtë Lekëndrejait dhe ja dhe bon topin është kërkuar challenge nga trajneri spanjolli Prishtinës Olmos. Do të kemi rishikim të rastit se kujt do t'i takon ky top. Situata është fare qartë, pra dilem nuk pati fare, ishte një sfidë e gabuar e pa sukseshme në fakt e trajnerit Olmos. Ishte Janjeva dhe Lekëndrejaj, nëse nuk gaboj, ata që insistuan që... Edhe njëherë kjo asistim fenomenal i Jericho Hellemsit për parazim nga kapiteni Ati Koshi, cili realizoi pikën e tij të 4. Tërsa ishte ky asistimi i dyti Hellemsit. Gjitobo me Mahal Bashiqin luftojnë dy gjigantët atje me një gjysmë horog atje. Gjitobo tentojnë, nuk realizoi, i shpejt Tarant, bukur atje për Davisin. Mbrojtje mire Hellemsit, i cili ndërpreu atë depërtimin ka via fundore, lëvizje bukur mashtruese, por edhe mbrojtje mire Poloshkës, i cili po ashtu ja po lufton atje me Janjevën, nuk e lejon atje Janjevën. Opala, Ati Koshi mbrojtje fantastike dhe ja vjedh topin si me magnet Anderson për Ati Koshin, nuk ngutet me ja pasu Hellemsit. Mbrojtje e mire Lekëndrejait, hidhet atje në parket si me qenë 18 vjeçare, jo 36 vjeçar. Rashid Mahal Bashiqi me 211 cm e tij. I vetë mohueshëm do të inkuadrohet në lojë, do të kthehet në lojë Anton Walker, largohet Anderson, i cili ende po e shohim që ka këmbën e lidhur, ishte pikërisht para 2 javëve në finalin e Ligës Unike kur Dante Clark e nokautoi.
gjatë asaj ndërhyrje dhe mungoj Anderson deri sonte. Poloshka nga çfarë distancë atje tentoi nga 10 metra nuk realizoi dhe faulli Ati Koshit. Edhe njëherë dueli 2-11, faulli kapitenit Koshit ndaj Davisit. Çdo gjë e niveluar. O, sa bukur atje! Malbashic asiston dhe Davis e gozhdon. Aksion perfekt për 43-41. 14 pik. Rekordësime një asistim nga Jordan Davis. Poloshka e kërkon atje topin Helens, por ishte larg dhe luan i fundit me top Ricky Tarrant. Shojmë edhe njerë asistimin e Malbashicit. Çfarë plusi është agon loja, se si e përcjell loja në Malbashic. Plusi madh është. Plusi madh se 211 cm i ka Malbashic. Definitivisht që nga ardhja e Malbashicit, Prishtina ka ndryshuar, po besoj edhe ambicet ka ndryshuar tek ekipi Prishtinës me ardhjen e Malbashicit. Po barazon me të vërtet adhurues të basketbollit sonte, po shikojmë një ndeshje fantastike, mënyra më e mirë për ta nisur këtë play-off, i cili do të jetë super i nxehtë. Edhe një top i vjedhur Gjito Bo sonte me mbrojtje fenomenale. Helms kundër sul, shkon vet, depërton dhe realizon me një mini seri prej 4-0 vllazimi nga -2 kalon në +2. 43-45. Malbashici tani tenton, nuk realizon faul në sul. Po. Davis e shtyu nga prapa, nuk ka nevojë që të ankohet. E pa që s'po mundet me marrë topin, e shtyu nga prapa, fauli Jordan Davisit. Largohet Malbashici, ja atje diskutojnë çka do të të respekti me trajnerin me cilin kam fitu titull në Meksik. Olmos dhe Malbashici, një gjigant, jo vetëm me shtatë lartësi, por edhe me një karrierë super të pasur. Është përndryshe lojtari më i mirë i gjitha kohëve i kombëtarës së Austrisë, Rashid Malbashici, me një mesatare për 18 pikëve dhe 11 kërcimeve. Tenton atje, depërton, nuk realizon. Helms e merr topin edhe shpresoj që ta shet dikon dhe të pason shumë më shpejt. Atje faulli ishte i Ricky Tarrantit, i cili ishte i pakujdesshëm. Dyfishohet atje në zakor ndihmon, i vetmuar mbetet Walker dhe tani në zakor dhe Gjito Bo me një dorë atje luftojnë. Gjito Bo e kthen topin te Poloshka, i cili depërton, i rrshet topi, gabon kundër sulmi shpejt Janjeva për Tarrantin. Në anën tjetër fakt ishte Davis dhe Lekëndrea i përsëri me treshën e tij për 46 me 45, një pikë përsi. Është kjo pika 11, është lojtari i dytë e Prishtina me pikë 2 shifrore. Tani Lekëndrej, 14 pikë Davis, 11 pikë Lekëndrej. Është kjo treshja e tretë e Danielit. Ndërsa ka dhe faul në sulm nga Antoine Walker, tani Janjeva u vendos. Kërkon ja, kjo është treshja e Lekëndrejt, kërkon rishikim Antoine Walker. Pati atje goditje. Është faul, nuk ka nevojë të reagon atje Antoine Walker, u pa në kontaktin e dy që e goditi. Nuk ishte jo sportive, por ishte faul. Blok i mirë atje i Nzakorit, shpejt lëviz topi Janjeva, shumë shpejt. Do shta pat kontakt atje për Republik Depërton. Davis realizon me rezultatin në 49 me 45 ngrit. 48 me 45, më falni. Një qerek i tret i niveluar absolutisht me të vërtet. Loja është fenomenale sonte.
Poloshka, Zakora tje nimon, i vetmuar betët, Poloshka tenton, nuk realizon, lufton atje. I vetmuar është atje Don Poloshka, i cili me atë serinë e tij fenomenale para 2 jave ishte vendimtar në ngritjen e trofeut të vllazimit, trofeu të parë pas 29 viteve për skuadrën Kuqezin nga Gjakova, tentimi Tarantit për 2 pikë. Zakor atje e shtyen këtë top, Lekëndreja edhe njëherë tenton, nuk realizon. Kësaj radhe betet pa treshe Antan Walker, i vetmuar nga këndi, përgjigjet në treshe me treshe dhe çdo që nivelon. Qerek finale. Një ndeshje fenomenale. Eshe në të vërtime. Deporton atje si poshet babës. Ricky Tarrant. Kësaj radhe mbrojtja e vllaznimit ishte në gjumë. Përshojmë Daniel Lekëndreajin që është duke kërkuar zëvendësim në vazhdimësi nga trajneri. Po, është lodhur. Është lodhur. Ka të drejtë mirë, po. Duhet ta theksojmë patjetër që edhe Lekëndreaji ka qenë i lënduar dhe nuk u paraqet edhe në Gjakov. Edhe një tentimi Don Poloshkës në qintat e fundit me treshe për 50 me 51. E rikthen rezultatin. Don Poloshka 13 pikë të tij, është jo treshja e tretë e Donit. Lekëndreja asiston. Qoshën Zakor koshin e çmonton. Çfarë loje? Lojë fenomenale dhe me intensitet të lartë. E tham një 100 herë, po edhe një 100 herë kemi përsërit, sepse me të vërtet kjo është mënyra më e mirë për me fillu play-offin e si vjetëm, i cili ka me qenë përplot me lojna të bukura. Qitobo atje, një pasim jo fort i përshtatshëm, tentimi Atikut për 3 pikë. Don Poloshka tentoj mja vjedh topin atje Lekëndreajit. Tani do të kemi një zëvendësim. Ufa! Aty kushi. Kadrues të basketbollit, sonte jemi duke shiku një ndeshje fantastike, basketbolistike, një Shene mbrojtjen tani nga loku me ara prej duelit dhe për mreku. Aj. Çka bën dhe si e huq atje, Jordan Davis. Fakti që është intensiteti shumë i lartë agon është që edhe Muhamed Ali Janjevën e pashë që u kthye nga banka dhe kërkoi zëvendësim njëjtë si Lekëndreaj. 2 lojtarë të cilët janë të lodhur dhe po e shohim edhe duke dalur tani Janjevën, lodhjen po e vrejmë tek lojtarët e Prishtinës dhe kjo tregon më së miri angazhimin e tyre në ndeshje dhe gjithë energjinë që po e japin. Lekëndreaj i cili po kërkon zëvendësim, po almost 5 pares po jep. Tani e uli. Tani. E uli. Me të vërtet, mezi po pret Daniel Lekëndreaj me ull, e këto moti nuk e kom pa që Danieli zakonisht kërkon me lujt, jo me pushu, se me të vërtet është... Edhe bëhet nervoz kur nuk lunë. Po si e quaj unë luftëtari shkodron. Pak minuta për Shoshen dhe Rugovën. Ja dhe Sinani është inkuadruar tani në loj. Deporton atje, nuk luan mbrojtja ashtu si duhet, dhe Ricky Tarrant këto e shfrytëzon për ta rikthyer përsim prej 3 pikëve, 54 me 51. Poloshka për Arbër Sinanin, tandemi dikur Prishtinas tani për vllaznimin, Poloshka dhe Sinani, pick and roll atje. Dhe faulli Qoshën Zakorit, i cili vazhdimisht është duke bërë pressing në Don Poloshkën, po del me ndihmu. Po bon pressing në Don Poloshkën edhe po pret që një lojtar tjetër 7 shkurt, fundor apo playmaker, të vjen dhe ta dyfishon Donin dhe t'ja vjedh topin nga prapa. Në qerekun e dytë kemi pa që atë dyfishimin e Donit ta bëjnë Carter dhe Davis, ndërsa tani po shkon trajneri Olmos me një qendër dhe një playmaker. Me të vërtet 27 minuta lojt Don Poloshkës nuk janë pak, marrë parasysh që ka pas një edicion të mirë, po si vjet u kthye edhe nga 3 intervenime të cilat e mbajtën gati 2 vjet
jashtë parketit sonte me 13.5 asistime dhe 3 topa të vjedhur, 2 kërcime. Është lojtari kryesor me indeksin më të lartë e vllaznimin, në anën tjetër lojtari më i mirë aktualisht është sa i përket indeksit, është Daniel Lekëndrej me 11 pikë, 6 kërcime dhe 2 asistime. Jo rasisht trajneri Olmos i thanë që të qëndron në fush, por aq i angazhuar ka qenë në mbrojtje, sidomos agon me presionin në mbrojtje, me topat e vjedhur, edhe nëse nuk i ka vjedhur ai, topat kanë ndikuar që lojtarët tjerë të arrin ta vjedhin topin, kështu që definitivisht Lekëndreja sonte është fantastik. Shohim tashmë edhe statistikat e tij i përmende. Ajo që, po? Vazhdo. Jo, po ajo që po mbjen në sytë e trajneri Pako Olmos është që po i respektojnë lojtarët të cilë po angazhohen edhe po luftojnë edhe po i manë në parket. Do shta pak të Lekëndreja jo është dasht me zëvencu pak më herët, edhe për shkak të lëndimit të cilën e ka pas Lekëndreja, të cilën e përmendet ti. Edhe 33 sekonda deri në fund të çerekut të 3 pike për si. Helens, Sinani depërton në brendi, tenton atje Anton Walker, Sinani është lënduar atje. Carter tenton, nuk realizon. Ka faul. Dhe faul në sulmi Gjoshën Zakorit. Sinani vazhdon të mbetet në tokë. Është lënduar, si duket ka pësuar goditje në ftyrë, ja dhe atje edhe fizioterapeuti i Prishtinës, të 2 fizioterapeutët, duket që ka pasur goditje me gjuhë, me gjuhë edhe një herë, të shohim. Ufa, po. Si duket është duke gjakderur nga hunda, shpresojmë që nuk e ka lënduar hundën, nuk ka thyrje të hundës Arbër Sinani. Për shkak të komentit të arbrit, gjatë daljes vrejtja për teknike herën e arshme. Helens, edhe 5 sekonda, Helens. Ati Koshi tenton për 3 pikë dhe realizon për barazu. Çdo gjë në 54 me 54. Qartë trajneri Olmos. Qartë trajneri Olmos, qartëm i edhe ne, kjo është shmenduri, kjo është me të vërtet mënyra ma e bukur, po e themi për herë 7, 8, 9, 10, s'ka lidhje sot, mënyra ma e bukur për me fillu play-offin, shikoni në 100-at e fundit të sekondës, buzzer beater. Agon Atiku, sa vendimtar po din të jetë në do momente, është era e dytë që po e të regon. E përmendëm lëndimin e Andersonit në ndeshjen e Ligës Unike, nga banka rezervë është ngritur dhe i ka realizuar 2 gjuajtje të lira vendimtare në atë ndeshje. Një lojtar i cili tashmë është ka stabilitet në formën e tij, në lojën e tij, edhe po din që të mos i dridhet çerpiku që mund të themi ne në sekondën e fundit arriti të realizon me plot autoritet këtë treshë, gjithçka baraz, edhe një herë 0-0, edhe çerekun e 4 pianizim që e tham me tretin. Fenomenale, do të çdo gjë do të vendosë. Edhe një ndeshje shumë e ngushtë midis Sigal Prishtinës dhe vllaznimit. Ndeshje shumë e rëndësishme, sikur se ajo që ishte në Ligën Unike para 2 javë, ishte dramatike, ishte barabartë, shkoi në vazhdime, ku vllaznimi përkundër mungesës së 2 lojtarëve kryesor Hellemsi dhe Gjitopo sfidoi. Ja, pikërisht ky njeri ishte Don Polloshka vendimtar, ndërsa ajo që është interesant të themi është dominimi
i Sigal Prishtinës në pikët e realizuara tashmë në brendit të trapezit, trapez, drejt kantër është zona e lyer, 28 me 12, do të thotë këtu është duke dominu tashmë Sigal Prishtina, mirë po në anën tjetër do të thotë kemi dominimin e vllazimit në pikët e realizuara nga kundërsulmet dhe treshet. Në treshet, pra treshet janë ato të cilat po e mbajnë në lojë vllaznimin dhe treshet nga 18 tentime. Do të thotë 55% të efikasitetit, me të vërtet dallim shumë i madh, ndërsa tham Prishtina nga 32 piksha ka realizuar 15. Do të thonë vllaznimi ka shumë pak 2 piksha të realizuar vetëm 7. Për dallim nga Prishtina, vllaznimi është më i mirë në gjuajtje të lira, ka 10 gjuajtje të lira nga 13 tentime, me ato deportimet në brendi, po ndarjen me faulla dhe po ekzekutojnë gjuajtje të lira. Çfarë asistimi nga Dompo Loshka për 54 me 56. Edhe më duket që është duke shijuar shumë këtë ndeshje sonte tone. Nuk e kam parë ma të buzëqeshur gëgja kohë ma të buzëqeshur nuk e kam parë. Dompo Loshka çdo ndeshje e shijon maksimalisht, e don basketbollin ky djalësh. Me mishe me shpirt dhe lirish mund të themi se është një prej lojtarëve më inteligent të basketbollit kosovar, ndërsa Gjosh Zakor tani me lëvizjen e tij fantastike, me pivotin e tij barazon rezultatin në 56 me 56. Vazhdon Helms tani vjen edhe një tjetër treshe e Jericho Helms, po vazhdon vllaznimit përgjigjet me treshe kundër lojës Prishtinës. Edhe më tej po i beson trajneri Osharin normalisht tresheve, tani edhe mbrojtje e mirë vjen nga Gjakovarët, personale e Janjevës. Mirë, bukur element që Janjeva e ndal, nuk i lejon pikët, pasi që e dim që Helms nuk falë nëse arrin deri te koshi. Me që Matej hyri dul përpara edhe e blokoj. Shojmë njerë treshën e Jericho Helms, pak më parë, treshja e tij e 4 nga 20 pikë të tij. 6 tentime. Fenomenal sonte Helms përsëri. Anderson nga një pozitë e vështirë, dalet në mënyrë të palior nga kapiteni Rugova. Do të jenë 2 gjuajtje të lira të Andersonit. 3 Anderson ka një efikasitet prej 72% si vjet në ligë. Saksisht deri në këtë ndeshje 100 gjuajtje të lira i ka tentu dhe 72 ka shenu. Kjo është e 101 dhe 102. Tashmë një shkëputje e vllaznimit në rezultat, mase ka kaluar më shumë se 1 minutë e gjys në qerekun e 4. Iniciative lehtë e Gjakovarëve. Carter përballë ka ati koshin, bukur mbrojtje mirë, tani po shohim mbrojtje të mirë të vllaznimit, lëvizje mashtruese Helms. Mbrojtje mirë e tij e cila kurorzohet me kërcim në mbrojtje. Ka kërkuar me njerë trajneri Olmos time out. Mbrojtje mirë edhe në Zakorit, me të vërtet mbrojtje fenomenale, faulli Dompo Loshkës, do t'jetë time out për Sigal Prishtinën. Në fakt jo, e anulloj me gjas. I pëlqeu mbrojtja e Nzikorit. Edhe njëherë shikoni këtë mbrojtje i dul përpara, luftë e madhe në mes të Walkerit dhe Nzikorit, faul këtu i Dompo Loshkës, e ndërpren atje deportimin e Tarantit, tentimi Carterit i cili realizon dhe treshën e shënon. 59 me 61, vetëm 2 pike përsi tani për vllazimin i cili pati +5. Është interesant të themi e përsia më lartë e vllazimit ishte +14, ndërsa e Sigal Prishtinës maksimumi ishte prej 4 pikëve. Në gjatë ishte Fisnik Rugova.
faul në sulm nga Carter, si të shohim. Jo, Fisnik Rugova, Fisnik, po, Lëvizja. Fisi, blok i palejuar i Fisit. Koshi nuk arrin që dhe tani e njëjta ndodhe edhe në anën tjetër. Trey Anderson faul në sulm në mënyrë identike si kurse Fisnik Rugova. Barazon me faula në sulm. Një me një. Çdo gjë është e niveluar sonte. Me të vërtet lojë fenomenale. Sonte këtu në palestrën e Pallatit të Sportive dhe të Rinisë në kryeqytet. Vllaznimi po udhëheq me 2 pike përsi në çerek finalen e parë të play-offit. Çfarë treshe e Riki Tarantit nga Himalajet atje, 2 treshe rresht për 62 me 61. E mbrojtja e Muhamed Ali Anjevës ishte perfekte, e detyroi Hellemsen. Ka bën aty, po e shohim. 2 treshe të një pasnjëshme nga Carteri dhe Tarrant, edhe kjo mbrojtje e Muhamed Ali Anjevës shumë shpejt, për dikun 40 sekonda e rikthejnë rezultatin nga -5 në +1, plus edhe një top i vjedhur. Me të vërtet shumë shpejt, po ndron rezultati, po ndron situata. Ja, reagimi i Olmosit. I lumtur normalisht me atë mbrojtje të Muhamed Ali Anjevës. Anjeva tani tenton, nuk realizon, por Don Polloshka me kërcim në mbrojtje, i vëmendshëm atje. Lufte sa bukur atje, lufton Hellems me Tarantin në mbrojtje. Top i vjedhur nga Fisnik Rugova. Me të vërtet nëse sonte opa, edhe një top i vjedhur në këtë anë. Anderson tepërton dhe kosh e faul shënon. Zimi nga Anderson. Shikoni reagimin e Pako Olmosit, i cili shpërtheu atje nga nervoza pse e lënë të tepërton dhe shkaktuan faul. Ja, shikoni. Nevrikoset edhe me këtë top të humbur dhe me faktin se Fisnik Rugova e ktheu shpinën edhe nuk luajti mbrojtje me ftyrë përpara, po ato që desha të them, me të vërtet sonte nëse diçka më ka pëlqy, që krejtëm ka pëlqy, po mës shumë ti mbrojtjet e 2 skuadrave. Moti nuk kam pa në një ndeshje të basketbollit kosovar që të 2 skuadrat të lojnë një mbrojtje të tillë. Edhe kjo po e bën lojën shumë bukur. 62 me 63 mbrojtjet mira, nuk është numri i pikëve i vogël i shënum si rezultati mos efikasitetit të skuadrave, por si rezultati mbrojtjeve të mira. Edhe njerë vllaznimin tashmë në +2. Shpejt po ndrënon e përsia në këtë çerek të katërt, po ka përgjigje prej të 2 skuadrave, shumë shpejt po i përgjigjen njëra tjetrës. Atje kemi një mismatch. Davis me Andersonin, tani Nzakor me Atik Koshin. Faul në sulm nga Nzakor. Po, sepse goditi në kokë atje Atik Koshin, mbrojtje e mirë e Atik Koshit, i pavëmendshëm ishte Nzakor. Ky është në momentin, po. E mbërtheu nga mbrapa dhe kjo është faul. Natyrisht Rashid Malbashiqi kërkon ndrim. Tashmë e kanë lënë Don Polloshkën të pushon. Të shohim në pozitën e organizatorit Hellemsen më tepër për faktin që po i mungon pikërisht për faktin që po mungon Ariana Azemi, po duhet ta lënë të pushon Doni paksa. Ja, Ferit Zekolli atje duke shikuar ndeshjen me shumë kënaqësi, është duke shijuar edhe ai. Anderson gabim në hapën, në udhëheqje të topit. Mbrojtje e mirë ishte Mahalbashiqit dhe Rugovës, e dy fishuan atje Andersonin. Edhe 5 minuta e gjysmë deri në fund të ndeshjes.
2, kujtojmë se nesër nga ora 19 në 13 qershorin në Suarek, ylli e pret pejen nga bon atje Rugova, nuk ngutet Poloshka për Hellemsin, e kërkon topin atje Poloshka. Anderson depërton në brendi, tenton ndalet në mënyrë të palejuar e Malbashiqi e pranon faulin. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Trey Andersonin. Anderson i cili sonte nuk ka huq asnjë gjuajtje të lirë, vetëm shikoj se çfarë realizimi. Do të thotë të gjithë lojtarët, Anderson, Koshi, Gjitobo, Poloshka, Walker, kanë realizuar 100% nga 2. Të gjithë 2-2, Anderson 3-3, tani 4-4, i vetmi cili ka huq është Jericho Helens 5-2, ato 3 gjuajtje të lira tani janë 17-14, vetëm 3 gjuajtje të lira i kanë huqur, e kjo është e 4-ta, po mduket që i rom sysh. 62 me 65, me të vërtet gjuajtje të lira dhe treshet sonte kanë qenë arma kryesore e vllaznimit, edhe shënimet në kundërshtim nga topat e fituar dhe Barazon luftëtari Shkodron për 65 fenomenal. Me treshet e tij, gjë që nuk i ndodh shpesh Legndrea. Treshja e 4. Është treshja e 4, efikasiteti i tij i lartë për treshe. 14 pikë, po momentalisht është lojtari më i vlefshëm i Prishtinës me 14 pikë, 6 kërcime dhe 2 asistime. Koshi për Poloshkën, çfarë lëvizje e bukur, mashtruese. Fantastik, nuk realizon. Nuk arriti të realizon. Janjem atje depërton dhe e blokon Trey Anderson, ndërsa Helms e kap topin dhe faulot nga Carter. Trajneri Osharen kërkon challenge për faul me qëllim. Faul jo sportiv. Jo sportiv. Faul me qëllim s'ka që 3 vjet. Mos ki gore se edhe kredëm kuptojnë. Edhe unë që ashtu habitna. I suksesshëm i trajnerit Sharen, i cili ishte vetë ai që insistoi me një herë u kthye tek gjyqtarët dhe kërkoi atë challenge. Dhe Helms vazhdon me mos efikasitetin e tij nga vija gjuajtjeve të lira. 6-2. 4 gjuajtje të lira të huqura. Agon nëse mba mend edhe në ndeshjen gjysmë finale të Kupës së Kosovës, mujmë më thonë që Helms ka qenë ajo ftyra tragjike e vllaznimit pikërisht me gjuajtjet e lira. Sa i ka huq? 5 i ka huq në momente vendimtare, do të thotë 6 në total. 6 në total i ka pas, po ato 5 gjuajtje të lira po të jepte ndryshe do të rrjedhte ndeshja, kështu që edhe sot e pindon. Edhe 4 minuta do Poloshka nga Himalajt atje tenton, e përmirëson Helms, lufton, po topi nga dora ja vjen atje, mbrojtje fenomenale e Carter. Carter dhe lekën nga gabim në hapa. Edhe njerë të shofim. Vren hapa. Gabim në hapa të Olin Carter. Çdo që e niveluar 13 herë sonte, rezultati ishte i barabart në këtë duel. Anderson depërton për mrekulli atje, tenton
Malbashiqi më i larti në kërcim. Davis, Anderson, ja vjet topi nga prapa e përmirëson. Anderson shkon në kundërsulm, dalët për Poloshkën i cili tenton për 3 Poloshka me Don Poloshka super i nxehtë sonte. 16 pikë të Donit, 4 Shojmë treshe. mbrojtjen perfekte të Anderson nga mbrapa e përcjelli, e priti Donin edhe e riktheu topin. Fantastik. Ka 16 pikë, 7 asistime, 3 kërcime dhe 3 topa të vjedhur. Don Poloshka sonte përsëri është duke zhvilluar një lojë maestrale, ndërsa Jerry Cole Helms ka 20 pikë, 7 kërcime, ka edhe një shtatëshe të topave të humbur. Mirë po edhe nga vija gjuajtjeve të lira me të vërtet sonte, Jerry është katastrofal. 7-2, 5 gjuajtje të lira të huqura nga 7 tentime, çka është shumë. Dhe nëse vllaznimin do të humbë sonte, atëherë këto gjuajtje të lira të huqura të Jerry Helmsit mund të jenë mund t'i kushtojnë shtrejt vllazimit. Lek Andreaj edhe njëherë treshja e luftëtarit Shkodron sonte fantastik. 14 pikë, 7 kërcime, 2 asistime. Lojtari më i dobishëm MVP i Prishtinës deri tash, 4 treshe i ka realizuar Lek Andreaj. Në anën tjetër 4 treshe i ka shënuar edhe Don Poloshka. Një duel i snajperistave Poloshka Lek Andreaj sonte. Njerë vjen një faul i Anderson. Kërkoj trajneri Sharin që të dyfishohet, por shkaktojnë faul. I menqër ishte Tarrant. Lufte Malbashiqit me Andersonin. E shpëton këtë etapë Janjeva dhe Lek Andreaj, fauli apo jo? Hapat. Gabim në hapa i Malbashiqit. Edhe njerë të shofim. Apo. E përgëzojmë Amar Gjekovicin, i cili e pa këtë lëvizje të tij në hapa. 3 minuta deri në fund. Poloshka përballë ka Tarantin, i cili e përcjell Poloshkën në hap. Nuk ka përsëri, nuk ka ndim. Ja tani tek shkon Gjito Bo për të nimu dhe me një rekinje ekstra lojtar. Mbrojtje e mire Davisit edhe Janjevës. Janjeva thot se preka unë, po më duket që ishte Davis ai i cili dëboj topin, nëse zgaboj. Davis, po bile ndoshta pat edhe faul këtu. 8 sekonda për këtë sulm. Gjito Bo për Poloshkën, i cili depërton. Sa bukur e kthente Helms, i cili tenton, nuk realizon. Lek Andreaj më i larti në kërcim. Është ky kërcimi i 8 i Danielit. Malbashiq dhe Gjito Bo luftojnë nga ana e kundër kësaj radhe. Faul në sulm nga Malbashiqi. E ka lexu Gjito Bo këtë stilin e Malbashiqit që po shkon me atë pivotin me rolling, edhe po shkon nga ana e kundër, e priti në anën e kundër dhe e bllokoi. Do të ishte mirë ta shohim edhe një herë në xhirim të përsëritur. Ja e tërhoqi, e tërhoqi Malbashiqi për dorë. Lëvizja e dorës së Malbashiqit teksa po rinte Gjito Bo. Gjito Bo nuk ishte duke lëvizur. 65-68 Malbashiqi me Don Poloshka. Anderson për 3 pikë tenton, nuk realizon dhe i fundit me top luajti Atiku. Edhe 2 minuta 7 sekonda të kësaj ndreshje fantastike, basketbolistike dhe shumë dramatike. 2 minutat e fundit. Tarrant depërton deri në fund. Mur i pakalueshëm sonte Jason Gjito Bo. Ja vjedhin topin. E mbrojtje fenomenale edhe e Davisit, i cili me top goli jashtë.
tani time-out ka kërkuar trajneri Sharin, Jeronimo Sharin. Ngritën tensione këtu me pretendim se ishte faul. 1 minutë e 48 sekunda deri në fund, lojë ngushtë, gjithçka e hapur, edhe një tjetër dramë po e shohim në kryeqytet mes Sigal Prishtinës dhe vllaznimit, takon ashtu siç e tham në fillim të ndeshjes, ndërsa po e shohim edhe një herë mbrojtjen e Davisit. Nervozohet pasi duket shumë i angazhuar sonte, e tham që do ta kemi një ndeshje interesante dhe me rivalitet. Ajo ndeshja e funit të dielën të cilin e komentove ti nuk ka qenë mas matëse, për arsye se Sharini edhe pas ndeshjes deklaroi se i ka pushuar shumicën e lojtarëve, nuk ka kërkuar maksimumin. Realisht e pam që u paraqitën shumë më tepër edhe djemë të rinë në Cingu dhe Bedra. Amri Bedra. Kështu që kjo e tregoj më së miri faktin që i ka pushuar lojtarët trajneri Sharin dhe nuk i ka interesuar që ta marrë fitore në atë ndeshje. Megjithatë, sot po e shohim një vllaznim shumë ndryshe. Trey Anderson atje tenton për 3 pikë. Koshi e shpëton këtë sulm. Po him në 100 sekundat e fundit. Don Poloshka dhe një tentim për 3 pikë. Faul në sulm. Jo. Edhe unë si Malbashi që u çudita. Do ta shohim. Është faulli Riki Tarantit. Kjo është diskutabile sepse na e pam atje që Gjitobo ishte duke mbajt për dore Riki Tarantin. Edhe njerë të shofim këtë. Ja të shofim. Gjitobo, kjo është vendimi gabushëm. Faulli senet duhet të ashtu si janë. Mendoj se referët këtu gabuan me këtë rast. Gjitobo e huq tentimin e parë dhe tani ajo që po e shofim që ishte karakteristike vllazimit, gjuajtjet e lira të sakta në pjesën e parë ishte, nëse nuk gaboj, vllazimi 16 me 13 në pjesën e parë dhe tani e kemi 21 me 15. Do të thotë kemi 6-2 gjuajtjet e lira në këtë pjesë. Riki Tarant atje e she Lekëndrejan e vetmuar, mirë bashkunojnë atje Tarant dhe Lekëndrejan. Janjeva për Malbashicin i cili e she, edhe një deportim atje nuk ishte blokad. Trey Anderson ka shkaktuar si duket personale, të shofim. Apo jo, Jerry Cole Helms. Jo dora, po ishte trupi poshtë. Tregon referi Artangashi. Malbashic një kohë të gjatë nuk ka realizuar pik, ka mbetur me ato 5 pik dhe 8 kërcime, 4 asistime. Tarantulet për të pushuar. Një gjë që nuk ndodha gojnë. Malbashic në këto momente me huq. 65 me 69. 1 minutë e 18 sekonda deri në fund të kësaj ndeshje. Olmos shumë nervoz. Malbashic edhe gjuajtjen e dytë të lirë. Pa. Helms përballë ka Davisin. Momente vendimtare nga dal pojim në minutin e fundit. Ja Malba, kujt atje topin, e kap kokën, edhe Sharini e kap ftyrën. Shmendet Sharin atje. Ishte plotësisht i vetmuar në kosh Gjitobo, po i ikuaj top. Pasi më i fort se që duhet. 63 sekonda deri në fund të kësaj ndeshje fantastike dhe dramatike. Që sa herë e kena thonë. E 111. Edhe sa herë kena me thonë deri në fund. Me të vërtet nuk e di, po
Sonte ka qenë kënaqësia dhurues të basketbollit me qenë në palestrën e sporteve në Prishtinë dhe me përcjell këtë ndeshje jashtëzakonisht të bukur, dhe ajo që me të vërtet na ka pëlqyer sonte është mbrojtja të cilën e kanë luajtur të dyja skuadrat, mbrojtje jashtëzakonisht agresive, dhe si rezultati i atyre mbrojtjeve agresive është edhe ky numër i vogël i pikëve të shënuara. Definitivisht mbrojtjet kanë qenë më se fantastike, angazhimi i vërtetur i të dyja skuadrave dhe dëshira e madhe për fitore e cekëm intensitet i lartë i lojës tregonte më së miri edhe fakti se sa të lodhur kanë qenë lojtarët, por gjithsesi po e shohim të vllaznimin pasi që trajneri Shari nuk po ka shumë zgjidhje me zavendësime dhe pavarësisht këtij fakti duhet përgëzuar lojtarët e vllaznimit që po e menaxhojnë energjinë deri në këto momente, përderisa trajneri Olmos ka ndihmën e bankës më tepër se sa bankës vllaznimit. Bank më të pasur. Po gjithsesi vllaznimi ka e përsipër 4 pikëve, është 1 minutë lojë, do shohim. 1 minutë e 3 sekonda. 3 sekonda mos t'i harrojmë se mund të jenë shumë të mëdha. Tarant sulmi për Prishtinën, Mallbashi që atje i bën blok, tentim për 3 pikë. Topi hyn e del Janjeva, e nxjerr këtë top, e ka shkelur vin Muhamed Ali Janjeva, edhe një top i humbur i Sigal Prishtinës, është ky topi i 23 i humbur. 23 topa të humbur, me të vërtet çka është shumë. Po edhe në anën tjetër edhe vllaznimi hiç më i mirë. 20 topa të humbur i ka dhe vllaznimi. Bara s'përduaj edhe në këtë aspekt. Po, kjo është edhe rezultat i presingut, presionit dhe mbrojtjeve të mira të dyja skuadrave. 54 sekonda deri në fund. Merr përgjegjësinë edhe një herë Helms. Poloshka dyfishohet. Mbrojtja fenomenale. E Lekën Drejt, i cili realizon sigurisht se do ta rishikojnë kohën dhe referët. I kisha lutë për i totalit atje të shohim Më thonë, duhet të kthehet koha, 45 sekonda e 20 të qinta dhe koha e sulmit 24 sekonda, duhet të kthehet në semaforja, atje e ka kokën Shkumbin Kumnova, s'ka faj. Me vërtet ky topi i humbur i Helmsit me Gjitobon pak më herët, është një top që mund të jetë shumë vendimtar, po edhe gjuajtjet e lira, një të huqur të Gjitobos dhe 5 gjuajtje të lira të huqura të Helmsit do të ishin një avantazh goxha i madhe konsiderueshëm në këto qaste. Në këto momente mund të dalë në pa edhe lodhja e lojtarëve të vllaznimit, pikërisht tani Prishtina mund ta shfrytëzon energjinë që ka më tepër, ndodhi humbën topin Helms me Donin nëse nuk gaboj ishin këtu, kur erdhi presioni i dyfisht me një herë. Ja, çdo gjë është e gatshme, topi shkon për Don Poloshkën, drama arrin maksimumin, Don Poloshka për Helmsin, 5 sekonda, mbrojtje e mirë, fantastike. Lekën Dreja. Shpërthen palestra. Çfarë drame. Shikoni edhe Sharinin, s'po mundet me besu Jeronimo Sharin. Çfarë gabimi atje. Trey Anderson, shefët pas topit atje, në anën tjetër për mrekullin në thellësi,
atje Davis asiston, Lek Andreaj luftëtari shkodron shënon, dalët në foul, do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. 69 me 69, drama e arrin maksimumin e maksimumit. Prishtina po e kërkon revanshin e asaj humbje definitivisht në finalin e Ligës Po Unike. vllaznimi nuk po dorëzohet as se si. Lek Andreaj tenton, nuk realizon. Lufta vazhdon. Lek Andreaj me edhe një kërcim në sulm. Çfarë lufte e Lek Andreajt. Pa, a do të kemi edhe sonte vazhdime sikurse në finalen e Ligës Unike. Dhe Nikoloskën atje, Carter realizon. Time out ka kërkuar Jeronimo Sharin. Aj, çfarë loje? Ashtu, si që ka hije edhe ky fund erdhi agon, patëm nevoj për një fund të tillë, pasi kjo ndeshje e meritoj një fund të tillë, do shohim si do të shkojnë gjërat. 4 pikë të rëndësishme të Prishtinës, por pa tjetër duhet theksuar Prishtina në mbrojtje në këto momente shumë e koncentruar. Edhe shumë e angazhuar. Definitivisht duhet veçuar Daniel Lek Andreaj. Me kërcimet e tij, mbrojtjen e tij, 18 pikë dhe do të duhet t'i kishte 9 kërcime, jo 8. Është tani e përmirësuan statistikat zyrtare, sepse jam duke i majtë statistikat 18-9, pra vetëm edhe një kërcimi duhet Danielit për double-double, por statistikat e ti nuk kanë me të vërtet sonte rëndësi, sa ka rëndësi ai shpirti i tij luftarak dhe intensiteti të cilin e solli në lojën e Prishtinës. Në anën tjetër, pra në 17 pikë, 7 asistime, 3 kërcime dhe 3 topa të vjedhur të Dom Polloshkës, edhe pse Jerry Cole-Helms ka realizuar 20 pikë e 8 kërcime, megjithatë Dom Polloshka ja po e shohim atje. Me shumë vëmendje po e shikon Adis Beqiragiqi këtë ndeshje, sepse njëra nga këto dy skuadra do të jetë rivali i Beqiragiqit në gjysmë finale. Vllaznimi do të ketë sulmin deri në fund, me të vërtet pressing zonal në tërë fushën, Olmos. Pressing fantastik, definitivisht. Helms. Polloshka. 14 sekonda. Ati Boshi tenton, nuk realizon dhe Mahal Bashiqi e kap të top e gjuan atje. Dhe ndeshja mbyllet me fitoren dramatike të Sigar Prishtinës 71-69. Pa. Adhurues të basketbollit, çfarë finishi dramatik. Pa dyshim më i merituari për këtë fitore është Daniel Lek Andreaj me 18 pikë dhe 9 kërcime e 2 asistime. Jordan Davis me 16 pikë, 4 asistime dhe 2 blokada, 2 topa të vjedhur. Shumë shpejt adhurues të basketbollit, do të vime edhe me trajnerët. Basketbollit me të vërtet sonte ishte kënaqësi që të jemi prezent në këtë duel dhe ta komentojmë moti ndeshje më dramatike, më të bukur, mbrojtje më të mira dhe më të forta. Moti nuk kemi parë në një duel 71-69, fitore e ngushtë me atë 2 pikshin e Olin Carterit 27 sekonda para se të mbyllej ndeshja. Dhe se sa e barabart
ishte kjo ndeshje, pra në topa të humbur 22-22, topa të vjedhur 11 Prishtina, 10 vllaznimi, sa i përket pikëve të shënuara pas kërcimit në sulm 11-11. Në kërcime 39 me 34, asistime 20 me 16, me të vërtet çdo gjë e niveluar. Vllaznimi ishte më i mirë në treshe, 12 treshe të vllazimit, 10 Prishtinës, dhe dukshëm më i mirë në gjuajtje të lira, 22 me 15, Prishtina 8-3, pra vllazimit dominojnë në treshe dhe në gjuajtje të lira, Prishtina në brendi, dhe tani do të kemi Ulpianën me trajnerin Jeronimo Sharin. Jam këtu me kryetrajnerin e skuadrës së vllaznimit. Coach, you started good in the first quarter, then Pristina came back in the second quarter, and maybe they answered the same way as you played in the first one. Everything was equal in the second part of the game, but in the last minutes of the game, I guess your team was a little bit tired. What happened tonight, and why you couldn't get the win, even though you had that lead? By my opinion, we got like 3-4 stupid turnovers in the last 3-4 minutes, plus we missed 7 free throws, what is very important in a game like this, because free throws and fancy rebound give winning or losing the game like this. But I mean, what to do? We tried to do everything. We had a really big chance to make a break, but it's just 1-0, and 3 days we got a new game. Coach, what you think that you should fix for the next game? It will be a home court, it's more different, but what you should do better? Definitely 22 turnovers, what we got, some of them was really stupid, a little bit better spacing. We got what we got. We got one player who is injured, 2 players who are injured, they are playing like this. We got Azemi who is out, so we try to take maximum from this team. Mistakes are possible in the sport like everywhere, so I mean, we show today that we can beat them even if they are with a full team. So we go with our home advantage. We're going to have our fans behind our back, and hopefully we're going to bring series to 1-1. Since you mentioned Azemi, will he be ready for the next game? We will see medical staff doing everything what they can, and I will be happy if I got him, but even today without him we had a big chance to win, so just a little bit more concentration and that's it. Thank you very much, coach. Good luck in the next game. Atëherë ishim me kryetrajnerin e skuadrës së vllaznimit, Jeronimo Sharin, shkurt për përmbledhje atë se çfarë tha, në sekondat e fundit ishin 3 tupa të humbur, të cilët dolën të jenë vendimtar. Megjithatë, në ndeshje të tilla tha që janë shumë të rëndësishme gjuajtjet e lira, dhe 7 gjuajtje të lira të humbura kanë qenë shumë të rëndësishme në këtë përballje. Gjithashtu shtoi tha që sot skuadra e tij e dëshmoi që pavarësisht mungesave, 2 lojtarë tha i kemi të lënduar dhe edhe pse po luajnë, gjithashtu mungesa e Azemit ishte, dhe tha që pavarësisht këtyre gjërave, skuadra e vllazimit dëshmoi që mund të arrijnë fitoren me një koncentrim më të madh, me gjithashtu i potencoi edhe topat e humbur që ishin 22, dhe tha që këto nuk duhet të ndodhin në ndeshjen e radhës, mund të arrihet edhe fitoria. E pyeta në fund edhe për Ariana Azemi nëse do të kthehet, tha që po shpreson që do të ishte i lumtur ta kishte në skuadër, gjithsesi në ditët në vazhdim do të vendoset nëse ai do të jetë apo jo. Për pak çaste do të jemi edhe me trajnerin e Sigal Prishtinës. Odrës basketbolit deri sa po i presim dhe trajneri Pako Olmos është duke ardhur shumë shpejt, do të jetë me Ulpianën. Do ta ndëgjojmë edhe çka ka të thot trajneri Olmos, i cili debutoi me fitore. Jam këtu me kryetrajnerin e skuadrës së Sigal Prishtinës. Coach, big win in the last seconds of the game. How was the game at all in your perspective, and what decided in those last seconds? Well, the first, thanks to the fans, really, they do a good press for in the end we can take a win.
I think in playoff, always the first game, in a short playoff, the 1-1-1 is a little bit nervous. I think in our first quarter, we don't follow the game plan. We do soft defense. We receive 27 points. And in offense it's normal because it's only to practice. They won't do, but we don't play with good feelings and all the half court. Here until when we begin in the second quarter and in the last 3 quarters, we play really our defense that we won't play. He made 40 points in 30 minutes. The problem is the first quarter. And in offense only, we need to understand his defense. They won't get something, and we need down the turnovers. It's 22 turnovers. It's too much. I'm sure, and I think we improve. We can play better for Saturday. But now we need to play with the same defense that we played the last 30 minutes. That's the more important in playoff because maybe with the fans, with the nervous, it's mixed. But the more important right now is improve our beginning to the game. We play Saturday on the road is very important, and if possible in offense. And I need help to the team. Then less turnovers than today. Coach, you mentioned the fans. Now the fans will be in the Vllaznimis side. You will go to play in their home court. What do you expect from that game? I love the playoff. I think it's the best of our job. No, in the moment they play only to win. That's a matter who. And I know in playoff the fans pushing the teams. But I think that we have a Spanish player, that we have a bad players. Another more important is anything. Let our way, and our idea is we play better than today, and if possible, finish in Saturday again. I don't want that we go to play in his home with the mentality that we have one more game home. We need to go to play with the mentality that we won't close the playoff on the road. Thank you very much, coach. Good luck in next game. Thank you. Atëherë ishim me kryetrajnerin e skuadrës së Sigal Prishtinës, po e përmbledhi shkurt atë se çka tha, nuk ishte i kënaqur me fillimin e ndeshjes dhe mbrojtjen që e kanë aplikuar skuadra e tij në fillim, tha që në 30 minuta në vazhdim luajë të mbrojtje shumë më të mirë dhe nëse luaj me atë lloj mbrojtje, do të kemi paraqitje shumë më të mira. Patëm shumë gabime, gjithsesi tha patëm kohë shumë të shkurtër, ishim vetëm 2 ditë dhe nuk kemi arritur që në sulm të përgatiten e mirë, gjithsesi po shpresojnë që në ndeshjen e radhës të ekipi i tij të përmirësohet. Gjithashtu ai shtoi që skuadra e tij edhe pse udhton në Gjakov tashmë, atje duhet të luajnë njëjtë sikur në 30 minutat e fundit dhe i përgëzoi lojtarët gjithashtu për paraqitjen në këto 30 minuta dhe tha që në mënyrë të njëjtë ne duhet shkojmë me atë mentalitet që të përfundojmë këtë seri të play-offit, pra të qerek finaleve në Gjakov të marrim fitoren. Kaq nga intervistat, ndërsa linën e kthej te kolegu Agon Femio. Faleminderit Ulpianës edhe për bashkomentim sonte. Do të jemi së bashku me Ulpianën edhe në gjitha seri tjera qerek finale, gjysmë finale dhe ato finale, edhe me intervista dhe me bashkomentime. Ndërsa t'ju rikujtoj se nesër mbrëma me fillim nga ora 19, Golden Eagle Ylli e pret pen në qerek finalin e partë të çiftit tjetër me fillim nga ora 19, ndeshja e kthimit, Vllaznimi Sigal Prishtina do të zhvillohet të shtunën në Shani Nushi në Gjakov dhe shpresojmë që të jetë po ashtu e bukur sikurse kjo ndeshje sonte dhe ndeshje dramatike me të vërtet sonte. Jemi kënaq me basketbol, prandaj edhe ky sport është sporti më i bukur dhe numër 1 në vendin tonë. Nga unë Agon Femiu, Ulpiana Emra dhe ekipi fantastik realizuesi Oksigenit kaq për sonte, e ju vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me adresën numër 1 të sportit në Shqiptari, Art Motion, Liga e Kampionëve në vazhdim.